Ndërsa kjo me vazhdu në vepra, në ibadete me vazhdu, është prej gjërave më të mira të dinit tonë islam që ka kërku. Allahu Azza wa Jall, edhe prej tipareve më të mira të besimtarëve, Allahu Azza wa Jall, kur janë nis dhe i përmend tiparet e mira të besimtarëve, njerëzve të mirë, a di çka ju thot? Thot alladhina hum ala salatihim daimun. Besimtarë të mirë janë ata të cilët në namazet e tyre ata janë të vazhdueshëm, nuk janë të përkohshëm, por janë të vazhdueshëm. Kështu tha Allah Azza wa Jall për tipareve të mira, të besimtarit të mirë, është ai me qenë i vazhdueshëm në ibadetin dhe në namazin e tij.